Valla bre që o ba mod të na me kon shpioni Serbijës. Pe këqyri buri forstana për televiziones, të televizionet të tona, qfar krenar, nihen krenari e madhe me punu për Serbijën, me marrë me çanta pare për Serbijës, del në televizor, thët s'manin për njeri gjallë, po thët punoj për Serbijën. Pa tham ka njëherë, shka je mërë ka bon kështu? E zez dita ish bon. Ka vënë këmënu që Albini ka gjatë e 5 vjetë, ofër 70 të isha del penzion e sane, ky sot i kësh mush 51 vjetë. Lej se urime, amo pasko me prita na opozita, hell për një 35 vjetë në opozit. Jo, vallaj unë këmënu që i ka një gjatë e 5-70, amo kë 50 i ri u burë, hëtë se që të në penzion këto tash, edhe 30 vjetë, 35 vjetë na, që shtu të ngojtë mas Albinit. Na bu në qafur. Nuk di shka u puna tina, veç na ka morë në qafur. Edhe i rritë ku ka, ja, nuk e di ka keme mojtë nabes. Isholla harë bane zoti madhe s'dijet se përbes 50 vjetë sot, tash llogarit e kjo edhe 35 vjetë, ka me nejtë në qeveri. Eu Albin e faqezi, ku na morën qafë burë, po kur ishëm na në qeveri, para teje e kena pos me dogana, me terminala, me ministrije, me bujtësie, me tanat. Besa edhe bijat nuk ishe nevoj me shku në Dubai atërhet, se moshëm na, levës të Kosovës, po i moshëm atë Shqipnijës, e të Bosnës, e të Sërbijës, e Bulgarijës, e në ta na unë të moshëm. Ketë bijat në Kosovë rrigjin. Ta është i ke marrë në qafë edhe bijat, ketë në Dubai po shkujnë. Levës neve që na ke marrë në qafë. Po edhe bijat o burë i ke marrë në qafë. Po do të ashtë 6 orë me otu me aeroplan, me shku atje, ja nej, ak nej. A na i moshëm këtu, s'kan pas nevoj, bana men, si dil ke Landroveri i ri taze, si me dal pe furre i nëzej, trap, ja bleshëm, banesa, kere, tanat mirat burë. Tash, ke marrë në qafë edhe bijat nuk për në rinë më në Kosovë. Qka puna jote kështu burë? Nalo burë në herë, nalo se nuk është kiku në shope burë. Një 4 vjetë bëllit vina dhe në qeveri në herë të një apet hajde ti. Më erdhen informacione se Edi Rama e Donika Gërballa janë po në këtë shpije në altë atje poshtë në Saret, u mundoha me filmu, po janë mrena për momentin, nuk në janë mund gjitë atje në altë, shkaku i sigurimit të Edi Ramës, tash nuk e di a ka me mujtë me shku të në altë ajo, pës ka sigurim shumë të madhë, nuk po lejojnë me shku në altë atje. Jam të pritë shka o kanë dorë, a kanë me dalë prej asë shpijës, ose kanë me shku dikun tjetër, nuk e di. Amo jam ka pres që Donika edhe Edi Rama me dalë prej asë shpijës, edhe në musha me filmu bashkë. Se ka një takim sekret se shka o ka botë, nuk e di, amo dhe shka është kazijet. Se shka kazijet, kërkush nuk po din kërgjo, po flitet që ka shumë njerëz atje nalë, edhe po mundona me filmu, në që se mundën me filmu, ka me lemru ma vonë në që se ka dishka të rejtë. Për të këja na kish prish me Gjermonin, e pash atë farë Behramin, e kish akuzuar anët ambasadorin e Gjermanisë, e kish thonë që sa ju s'keni vetë Serbien, shka po bane, pse anina, pse knina, thash, jo për të këja ku dënë me na prish tash me Gjermonin. Albini knena për na prish me Amerikën, këtat për dëkës për dojnë me na prish me Gjermonin, këtat lëtë dëkës ne që ta s'kan fuqi me të prish me kërkanë, se janë pak, s'ka shka me batat ngratit, i kanë met pakic. Këja shka me thonë, ata në malë, ma shumë përrin atje në bjesh në borë, atje në alë, për në gjitën mojët mollet, veç u merë dhe interesant, që këtat për dëkës këshën reagu atë din shumë fellë. Thash për na prishin punë me Gjermonin, na morën qafë burë.
se gjithë adhin që 5 vjetë të thonë Albini për na prish, tash këta të për dy kjo se shala s'na prishin me Gjermani, se katastrofë për neve, për javës si nga Gjermani për dy kjo. Berat Stankoviqi pas ka thonë, unë s'lejoj që prej Oslos me ardhë me ma votu qeveria në Kosovë dhe më mësu kush do të me edhe qysh do të me jetu në Kosovë. Thash këqëre, bire o të bashit. Pa në kohën e luftës, afer 10.000 vetë janë konë për mërgatës. Në qatë kohë, kur ti me babën tanë e babgjyshin tanë, keni punu për Serbien, e keni shpejonu për Serbien, e keni bo tanë atë zezat, mërgjimtarët janë ata që kanë ardhë edhe personalisht, edhe me ndihmë financiare, janë 80%, mos gabofsha, janë financosht kryesor të lirisë që sot e këzona, edhe del kë, djalli o të bashit, dhe të në nuk lejaj mërgjimtar pa shkollë me ardhë me votu këtu në Kosovë. Thash që farpisa, kem hala që menojnë serbisht. Në ish komandant para 2 nete me një televizion të Kosovës, i tha moderatori, tha se Albini tha i ka bon tha Zajednicën. Moderatori tha, është e vërtet. Tha, po, tha, vërtet, tha, i sigur, tha, je sigur, tha, po, tha, i sigur jam. E deshta me vetë, në që se burë je i sigur, tha, je patriote, ish komandante, sene, qysh ka mundësi që mos me thjerë protest, më që kundër kësaj farë, kundër këti vendimit kastron për Kosovën, se për mu është, prej me është e ronë që se ka bon për një me adin. A ndo këtë veç e keni sa me dalë në televizor me thonë që po që shtu anë sa me rajt që ata t'jujt, se neve s'po mundi me në rajt. Amo që ata që ju përkrojnë juve, që ata i këputoj rajt. Se me konë prej me, edhe nuk del ti me protestu. Unë që tonë, nuk di shka me thonë kësaj veç, zoti hajrë boft, se kesh përbes.